Ju përshëndes dëgjues dhe miq të Bruco Broadcast Radio. Ja ku jemi sot në emisionin Mjeshtër të dritës dhe të hijes, të prezantojmë ura e Goricës, pejsazh fotografik i Ilia Xhimitikut. Ura e Goricës lidh pjesën më të madhe të Beratit me lagjen Goricë dhe në vazhdim edhe me rrugën kombëtare që vijon drejt jugut për nëpërmjet Këlsyr, Gjirokastër, Tepelen e tjera. Kjo urë, mbi lumin Osum, mbetet një nga objektet ndërtimore më të vjetra dhe më tërheqëse të qytetit të shumë ndritur të Beratit, sipas Piktor Onufrit. Emrin urës ja ka dhënë lagja karakteristike Goricë, ndërsa ajo u shërben edhe dy pjesëve të tjera të qytetit. Ura, sipas dokumentave të mbërritura në ditët tona, është ndërtuar në shekullin e 17. Këmbët i kishte prej guri dhe janë futur thellë në shtratin e lumit. Shtresa e urës është e përbërë prej dërasave të trasha dushku. Rreth vitit 1780, në kohën e sundimtarit të Beratit Ahmet Kurtpashës, nga Ngurëzë e Lushnjës, u rindërtua më e fortë dhe vetëm prej gurit të gdhendur. Në fillim të shekullit të kaluar, ura ishte mjaft e dëmtuar nga qarkullimbi mbi të dhe prej kushteve atmosferike, kështu që në vitin 1927, me një vendim të qeverisë së kohës, u vendos rindërtimi i saj. Prej atëhere, mbi urë janë lejuar të kalojnë makina ngarkesë të tonazhit mesatar, gjë që edhe ka dëmtuar atë. Sot përdoret vetëm nga këmbësorët. Ura e Goricës ka një gjatësi nga bregu në breg rreth 130 metra dhe gjerësi 5.3 metra, si dhe arrin një lartësi mbi sipërfaqen e lumit në kohën e verës deri në 10 metra. Ajo ka 7 hapësira, drite nga 9 deri në 16.5 metra të gjëra. Është zbuluar dhe një e fundit e 8, e mbuluar nga dheu. Çdo këmbë ure ka nga 3 kamare, thuajse të barabarta me njëra tjetrën. Në të dy anët, gjatë gjithë urës ka parmak prej konstruksioni beton rreth 80 cm të lartë për sigurinë e këmbësorëve gjatë kalimit mbi të. Kjo urë është vizatuar qysh prej shekullit të 19 nga artistë të huaj, ndër më të shquarit piktorët anglez Edward Lear dhe Charles Cockerell. Dhe pak më vonë, në fillim të shekullit të 20, u fotografua edhe nga mjeshtra italian dhe të tjerë, si edhe nga vendas. Më pas, disa nga këto imazhe fotografike u shtypën edhe si kartolina postale. Gjithsesi, studiuesit e historisë së ndërtimeve në Berat shkruajnë se fotografia më e vjetër e urës së Goricës deri më sot ajo mbahet e vitit 1908 e Qrem Vlorës. Nga Genc Simami dhe Dritan Çoku e dokumentuar ura e Goricës në Berat se duhet të planifikohet për restaurim në gazeta Milosao 12/12/2010. Më herët, udhëtari dhe kronisti i njohur turk Evliha Çelebiu në 1611-1682 do të shkruante për të: ura e Beratit ka 9 harqe, Zoti e ruajt. E dokumentuar nga Pirotase dhe e cituar në libër në faqen 169, një lutje e cila përgjithsisht u drejtohet njerëzve të afërt dhe të dashur, një status krejt i veçantë për të. Ajo është një nga veprat më jetëgjata dhe më mbreslënse ndërtimore në vend. Me vendim shtetëror, ura e Goricës
prej disa 10 vjeçarësh trajtohet dhe mbrohet si objekt, monument kulture i shkallës së parë me ligjin numër 609, datë 24/5/1948, e dokumentuar kjo nga Genc Simami dhe Dritan Çoku te ura e Goricës në Berat, artikulli i cituar. Këtë urë ka fotografuar disa herë edhe Ilia Gjimitiku, fotokronisti i Beratit. Ilia Gjimitiku është lindur në lagjen Goricë të Beratit në vitin 1907, ku edhe u shua 70 vite më vonë në 7 mars 1977. Në atë lagje, ai ka kaluar gjithë jetën e tij dhe ka ushtruar veprimtarinë në lëmin e fotografisë, duke u kthyer më vonë edhe në një nga figurat e shquara të fotografisë shqiptare. Shtëpia e Gjimitikëve ka qenë afër fare urës, kështu që për Lilon, ashtu si e thërisnin edhe kur ishte i rritur bashk qytetarët fotograf, ajo ka qenë ndër objektet e para që ka parë kur ka dalë në oborin e shtëpisë. Natyrisht, ajo i është dukur e madhe, por tërheqëse dhe e veçantë. Vështrimet e para të urës kanë qenë fillimet e dashurisë së përhershme të djalit me urën, dhe më pas si djali vogël e ka kaluar këtë urë me qindra mira herë, zbathur me vrap, në shi, në vap, është hedhur nga ura madje, edhe nga ndarset e ujit në lumë si të gjithë goricarët që ishin notar të shkathët. Ndoshta ndonjëherë Liloja Çamarok është hedhur në ujrat e ftohta të Osumit edhe për të kapur kryqin ditën e ujit të bekuar më 6 janar, një nga ritet fetare më popullore të qytetit të 1-1 dritareve. Te kjo miqësi e djalit me urën janë edhe nxitjet e fotografive të shumta të asaj kohe nga ky mjeshtër. Ilia Gjimitiku e mësoi fotografimin nga shkodrani Palok Gurashi, që më vonë ai krijoi lidhje të afërta me Marubët në vitet 1929-1930. Këtë e dokumenton Sulo Gozhina. Lilo Gjimitiku, një fotograf për Beratin e viteve 30, në Gazeta Shekulli 2/7/2007. Dhe natyrisht e përfituar edhe nga ata. Sot kanë mbetur vetëm disa foto të urës nga syri dhe dora e Lilos, prej shumë më tepër të realizuara, po të mos harrojmë zhdukjen e shumicës nga zjarri dhe përmbytja nga shkatrimi 2 herë në studion e tij. Kur nisi të përdorte aparatin fotografik, madje ndëruar edhe para se ta përdorte atë, ndër gjërat e para që ka futur në objektivin e tij, sigurisht ka qenë edhe ura, aq familjare për shikimin, hapat, por edhe për mendimet e tij. Gjatë jetës së tij, Lilo Gjimitiku si fotograf përjetësoi me përkushtim dhe aftësi, thuajse gjithçka ka ndodhur në qytet. Foto për dokumenta dhe kujtim, ngjarje familjare, fetare, shoqërore, historike dhe fenomene natyrore. Me këto të fundit, Gjimitiku u kthye në fotokronikanin kryesor të qytetit për një periudhë kohore prej rreth 40 vjetësh. Ai ka kryer kësaj një shërbim të veçantë dhe shumë të vyer për studiuesit, historianët dhe urbanistët për të njohur të shkuarën e Beratit, por edhe për dashamirësit e shumt të këtij qyteti të veçantë me histori dhe kulturë mbi 2000 vjeçare. Historiku i fotos, me hapjen e dyqanit të fotografisë në 1929, Gjimitiku nisi punën me plotësimin e kërkesave të komunitetit për foto familjare, dokumentare dhe kujtimore, natyrisht për të siguruar jetesën. Studioja e tij ishte pranë Hotel Colombo, për shumë vite kryesor i qytetit, i prishur në vitet 70, kësisoj Lilo
punonte afër lumit o sum. Ndërkohë ai fotografoi, siç u përmend, edhe ngjarje shoqërore, fetare e politike, qytetit, si dhe fenomene të natyrës, pra foto të paporositura nga dikush. Në këto futen edhe pamjet e vendeve më mbreslënse dhe karakteristike të qytetit, të cilat e tërhiqnin fotografin, si Kalaja, lagja Mangalen, ura dhe lagja e Goricës, lumi o Sum e të tjera. Një pjesë nga fotot e këtyre të fundit u shtypën edhe si kartolina postare. Aparati që fotografonte më së shumti Gjimitiku ishte një Kodak amerikan me filma 6x9, të cilët i lante dhe stamponte në studion e tij. Ai përdorte në fotot e tij kryesisht dy vula, njëra e thatë me reliv, që e vendoste në anën e djathtë të pjesës së përparme të fotos. Foto, Gjimitiku, Berat, Albania, dhe tjetra e njohur, Ilia Gjimitiku, fotograf Berat, me ngjyrë vjollës, që përgjithsisht vihej në anën e pasme të fotografisë. Ndër shumë pejsazhe nga qyteti dallohen fotot ku paraqitet lagja Goricë dhe ura e saj. Fotoja që kemi ndërduar është shtypur si kartolinë në vitin 1934, çka duket edhe në botimin Berati në Fototeka të Parashkevisa atë Qiut. Tiranë, 2008, e dokumentuar në faqen 66. Atë kohë, puna me klientët I shkonte fare mbroth, mjeshtrit goricar, çka ja shton vlerësimet atij, sepse ai gjente kohë të bënte edhe shkrepje për kënaqësi, tashmë edhe me kërkesa më të larta estetike. Ato përgjithsisht realizohen në ato raste kur fotografi ngacmohet nga pamja që ka para syve, duke I lindur atij ndjesi të veçanta estetike dhe ideore. Bashkë këto lloj shkrepjesh përbëjnë shumicën e fotove të traditës 100 vjeçari I parë që hyn në historinë e fotografisë shqiptare. Në këtë suaz futet edhe ky peizazh fotografik nga Berati I Ilia Gjimitikut. Fotoja që po premtohet hyn në gjininë e peizazhit fotografik. Të tilla kapje në fotografinë shqiptare kanë realizuar edhe fotografë të tjerë para tij, si Kristaq Sotiri, Koli Dromeno, Gjon Rota, Thimi Raci, Kol Maca e të tjerë, por edhe pas tij. Peizazhi është lëvruar gjërësisht nga shumë fotografë si Shan Pici, Geg Marubi, Misto Cici, Ymer Bali, Jani Ristani, kryesisht Bardezi. Peizazhi ynë quhet Ura e Goricës, ndonë se vetë ky objekt zë një pjesë fare të vogël në të gjithë sipërfaqen e fotos. Fotografi Gjimitiku me gjas ka vendosur trekëndshin e aparatit të tij në ndonjë shtëpi, në pjesën e sipërme të lagjes, në mënyrë që të mos kapi urën as vertikalisht dhe as ballas, por që lumi ta presi urën tërthorazi, jo ashtu siç kryqëzohen të dy vertikalisht. Shumë herë, ura bashkë me lumin janë fotografuar nga sipër, duke formuar një kryq të drejtë me kënd 90 gradë, po ashtu edhe ballas. Por Gjimitiku e njihte shumë mirë pamjen e urës dhe ndoshta e ka menduar më herët mënyrën e fotografimit dhe përfytyruar se si do të shtrihet pamja e zgjedhur në letër pas të gjitha proceseve teknologjike. Ai ka zgjedhur në një kuadrim të tillë që të fuste në objektiv një pamje ortogonale me kënd të gjerë thuajse 120 gradë dhe të ngushtë 60 gradë ndërmjet lumit dhe urës. Në të vërtetë, këndi I prerjes së lumit me urën është 90 gradë. Fotografimin pjerët të lumit
Me urën e kanë përdorur edhe fotograf të tjerë. Vendas dhe të huaj, por Gjimitiku duket se e ka gjetur këndin më të përshtatshëm midis urës dhe lumit, ose më ndryshe mes të ngurtës dhe të lëngshmes, të përhershmes dhe të përkohshmes. Shikimi ashtu si edhe rjedha e lumit rëshqet lirshëm nga e djatha në të majtë të fotos dhe ecën paralel me horizontin në pjesën e sipërme të saj derisa del nga katërkëndshi i imazhit, lart në të djathtë vertikalisht mbi vendin ku edhe ka hyrë në foto. Nga plani i parë, çatia e një shtëpie e deri te mali i shpiragut në sfond, largësia mund të jetë rreth 10 deri në 15 kilometra. Në foto vërehet fare qartë thellësia e fushës së pamjes, por jo me kuptimin e mprehtësisë së kontureve, por të planeve perpendikulare me shikimin e vështruesit. Në mjaft peizazhe fotografike, planet përcaktohen nga objekte të ndryshëm, si kodra, male, ndërtesa e tjerë që bëjnë që shikimi të kalojë nga pika më e afërt e pamjes te më e largëta si në përshkallë, shkallëzimi për masës së tretë, ose më ndryshe, thellësia e fushës në foto është e butë. Në planin e fundit, duket sidomos në anën e djathtë një vijë që paraqet për vijimin rrethor të malit të shpiragut që ndan malin me qiellin. Në foto nuk vërehet qartë ndonjë njeri, aq më tepër mbi urë. Aty shihet vetëm një karrocë e vogël me kalë dhe 2 rrota, dhe kjo jo mbi urë, që me sa dallohet ecën drejt daljes nga qyteti. Ajo është fotografuar fare pranë një turbeje të vogël bektashiane, që sot nuk ekziston. Ka fare pak gjasa që mungesa e njerëzve në foto të jetë rastësi, sepse Gjimitiku matej shumë para se të shtypte butonin e shkrepjes dhe të mbërthente imazhin. Veturën mjeshtri e ka kapur në një pozicion të tillë që ajo të shfaqet hishëm, veçanërisht në tegelin e rregullt të parmakëve, si dhe 10 kamaret e vogla dhe 5 të mëdhat. Ajo përbën qendrën vatrore më të rëndësishme dhe më tërheqëse të fotos. Të tjera pika kyçe më të vogla janë rapishtja, ndërsa ndërtesa e centralit elektrik mbi të, duket çatia në planin e parë, një copë shtrati lumi e gjelbëruar e tjerë. Fotoja është mbajtur në një sepje të butë dhe në shikim të parë të kujton peizazhe fotografike franceze të shekullit të 19. Ajo ka kundërshti të buta tonale, sepse fotoja është monokromatike dhe ka një zgjidhje intriguese grafike. Koha e realizimit të fotos mendohet të jetë rreth mbasdites, çka merret vesh nga drejtimi i hijeve të këmbëve të urës, por pa diell të fortë. Gjithsesi, fotoja me gjithë linjat grafike të thyera indukton qetësi dhe mbahet jo pak para syve, duke e kundruar me kënaqësi. Fotoja, siç e cekëm edhe më sipër, i përket gjinisë së fotografisë së artit, peizazhit. Në këtë hulli, ajo ka edhe karakteristikat e rrymës estetike të fotografisë. Pikturalizmit, e cila pati zenitin e saj në kapërcyell të shekujve 19 dhe 20. Dhe nuk ka të dhëna se Gjimitiku ynë e njihte pikturalizmin, por dihet se ai kishte shikuar riprodhime të mjaft kryeveprave të pikturës botërore, dhe këto sigurisht kanë ndikuar në shijet e tij artistike. Kështu që ura e Goricës mund të shërbejë dhe si një foto ikon e rrymës estetike të pikturalizmit në historinë e fotografisë shqiptare. Nuk ndodh përherë që fotografimi i një objekti simbol të japi një foto simbol ashtu si ura e Goricës
e arritur me aftësi dhe dashuri nga mjeshtri i aparatit Ilia Xhimitiku. Kështu ajo zëvend edhe në historinë e fotografisë shqiptare si një nga peizazhet më mbreslënse të gjysmës së parë të shekullit të 20. Gazeta 55 më 3 dhjetor 2016 dhe ajo Telegraf 17 korrik 2019 e dokumentojnë këtë.